Sot shkollat kanë ekspozuar të gjitha atë çka bëhet në institucionet tona arsimore në kuadër të këtyre programeve të shkollave të hapura për komunitetin nga njëra anë, po nga ana tjetër edhe në kuadër të programeve jashtë procesit mësimor, siç janë edhe ardhëzeje që ne kemi në institucionet tona arsimore. Aktualisht ju keni parë të ekspozuar qoftë punime me piktura, qoftë bimë të ndryshme që shkollat kanë ekspozuar dhe që janë pjesë e tokës në shkollë, që është edhe një program i ri që tashmë ne vazhdojmë dhe zbatojmë në të gjitha institucionet arsimore ku kanë hapësira për të patur tokën në shkollë në mënyrë që të njihen me natyrën, me bimësinë. Këtu paraqiten me produkte që janë bujqësore, me fruta, perimet ndryshme, ku shkolla jonë për shembull ka mrapa kopshtin, bashkë me mësuesit dhe me nxënësit, cilë kujdesen për perime, për fruta, i kena të mjelluna dhe produktet i shifni tek tavolina atë. Pastaj ka punimet artizanale të fëmijëve, çdo gjë që lidhet me artizanalet dhe me frutat e perimet. Ne jemi shkolla Drishtit, këto janë produktet e zonës tonë, klasifikohena me përpeqin me kështenja që nuk e ban asnjë zonë Shkodër. Jemi organizuar bashkë me nxënësit për të prezantuar prodhimet bio të fshatit të Velipajs.